Si do të jetë fati I ligjit për gjuhët do të dihet pas zgjedhjeve lokale. Kryetari I gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski në emisionin Trilink informoi se seanca përgatitore është e caktuar për më 19 qershor, si dhe dërgoi porosi deri te qytetarët. Да се бидат спокојни и да не бидат подложни на политички манипулации какви што видовме изминатиот период. Моја проценка е дека конечната одлука ќе биде донесена сигурно после изборите. Sipas Konstantinovskit, gjykata sjell vetëm vendime që mbrojnë kushtetutën dhe askush nuk duhet të ketë frikë. Еве балансерот го укинавме, се десили нешто страшно. Reaguan nga BDI prej ku thonë se deklaratat e Konstantinovskit janë të rrezikshme dhe të papërgjegjshme. Nga partia akuzuan se me deklaratat e tilla opinioni defokusohet nga diskriminimi sistematik. Gjykata kushtetuese nuk po fshihet më pas neutralitetit, ajo po vepron si zgjatim parapolitik I pushtetit aktual. Paralajmërimi se vendimi për ligjin për përdorimin e gjuhëve do të merret pas zgjedhjeve nuk është rastësi, por pjesë e një plani të mirë orkestruar për të ruajtur përkohësisht projektin e tyre politik te shqiptarët me kuazi përfaqësues pa legjitimitet, e që më pas për të goditur të gjitha arritjet e fituara përmes marrëveshjes së Ohrit. Sipas BDI, zgjedhjet lokale nuk janë vetëm zgjedhje politike, por referendum për gjuhën shqipe. Nga koalicioni Vlend pajtohen se, siç thuhet në kumtesë, zgjedhjet e ardhshme lokale nuk do të jenë vetëm zgjedhje të thjeshta. Shtojnë se BDI është e zhgënjur që nuk ka pasur sukses plani I tyre për shfuqizimin e ligjit për gjuhët dhe me këtë ta destabilizojnë shtetin. Për 2 dekada BDI ka bërë gjërat në mënyrë gjysmake, për sy e faqe, duke hedhur hy syve të opinionit shqiptar dhe duke përdorur çështjen kombëtare për pazare personale e partijake. Zgjedhjet e ardhshme lokale nuk janë më thjesht zgjedhje. Ato janë referendum për gjuhën shqipe, për barazinë e shqiptarëve në këtë shtet dhe për vullosën përfundimtare të BDI-s si parti non grata dhe si organizatë e interesave të ngushta personale. Seanca përgatitore për ligjin për gjuhët së pari u caktua për në fund të muajit mars, por më pas u prolongua për shkak të tragjedisë në Koçan. Gjykatësi Konstantinovski tha se pa nevojë është ngritur pluhur për dimensione politike dhe etnike rreth vendimit të gjykatës. Sipas tij, shteti nuk ka problem me raportet ndëretnike, por me keqpërdorimin e tyre për qëllime politike.